Futbolli është një lojë kolektive, pra një lojë që kërkon një shpërndarje të mirë të aftësive tekniko-fizike dhe morale psikologjike pothuajse të barabartë, që argjimi i energjisë si individ, si repart dhe si ekip të mos rëndojë te njëri apo tjetri. Kjo ishte ajo që më ra në sy më shumë pozitivisht te ekipi ynë në krahasim me atë të serbëve. Në pjesën e dytë, ky fakt bëri që serbët sa vinte binin si në anën fizike ashtu edhe në atë morale psikologjike. Ekipi ynë kombëtar mbylli ndeshjen me freski dhe energji, ndërsa ekipi serb jo vetëm i lodhur e i dorëzuar, por edhe i çorientuar e me paqartësi të theksuara. Ekipi serb luajti vetëm 15 minutat e para të lojës, ndoshta për aq ishin përgatitur duke menduar se do të arrinin të shkonin, të shënonin e pastaj të ishte më e lehtë prapa. Asnjë surprizë në lojë, loja ishte tepër kaotike, pa mendim, pa forcë nga ana e serbëve. Ekipi ynë kombëtar fitoi sepse jo vetëm që e njihte lojën në tërësi, por nga ndeshjet e para deri tek ajo e Leskovcit, skuadra pasqyroi përmirësime të ndjeshme, në veçanti në dy aspekte. Së pari luajti me qetësi, në blok, ishin të lirshëm dhe me besim në qarkullimin e topit. Luajtën jo vetëm thjesht, por mbi të gjitha me besim për atë që dinin të bënin, për atë që dinin të bënin më mirë, dhe e bën në fushën e lojës. Ajo që më ra në sy në takimin e dytë me serbët ishte lëvizshmëria e lojtarëve, duke kontrolluar mirë mbajtjen e topit, duke ruajtur mirë distancat e reparteve të lojtarit me lojtarin, dhe ajo më e rëndësishmja të vetë lojtarit të repartit me atë të kundërshtarit. Gjë që çoi në heqjen e surprizës së kundërshtarit të forcoi lojën në blok të ekipit tonë, një element bazë në futbollin e sotëm. Ky element që është dominant në futbollin botror duhet rritur e përmirësuar akoma më tej për të arritur objektivin që kemi për vajtje në botror. Pra, me një fjalë, ekipi ynë kombëtar në çdo aspekt pasqyroi një nivel të mirë përgatitjeje, një nivel të lartë të anës morale e psikologjike, duke përmbysur gjithë opinionin jo vetëm te ne, por në mbar Europën, për një ndeshje delikate, të vështirë dhe që mund të kishte, nëse nuk të shkonte mirë, pasoja të rëndësishme për ne, por më tepër për serbët. Aspekti i dytë që më ra në sy ishte që edhe pse stadiumi ishte i vogël, nuk ishte atë entuziazëm që do ta dëshironin serbët më tepër në Beograd se sa aty. Shërbeu edhe kjo lëvizje dhe ky qëllimi vendosjes në një stadium të tillë për qetësimin e situatës paraprake dhe në fillimin e një loje dhe ndeshjeje normale. Kjo ishte pozitive dhe duhet pasur parasysh se në një ambient të tillë, lojtarët dhe ekipi ynë kombëtar luajtën më të qetë dhe me bindje të plotë për atë që kishin vajtur aty. Uzuni, Manaj dhe shpeshherë dhe Broje ishin çelësi si fitores. Kjo tregoi që ekipi ynë kombëtar ishte i përgatitur mirë, si nga stafi dhe trajneri, ashtu edhe nga lojtarët. Së dyti, hapësirat e Manajt, Uzunit dhe Brojës u vu në shërbim të lojës kolektive, të lojës në blok të ekipit tonë që ndihmonin në çdo aspekt. Ndihmonin si në veprime sulmuese, por më tepër edhe me vëmendje. Ata kryenin sidomos Uzuni dhe veprime të mbrojtëse që ishin një plus i madh në lojën në blok të ekipit tonë. Një tjetër gjë që pasqyroi ekipi kombëtar dhe roli i trajnerit ishte që ekipi ishte i përgatitur të mos kishte tension mbi atë që mund të lejohej në një ndeshje futbolli. Ekipi kishte besim të forcat e veta dhe ajo që ishte më e rëndësishme të mos e lëshonin lojën në asnjë minutë sepse kjo do të favorizonte kundërshtarët. Po ashtu, nga sa pam dhe kuptuam në televizion, drejtimi i ndeshjes nga Silvinjo dhe stafi i tij ishte mjaft korrekte në momentet e caktuara e vendimtare për të zgjuar e shkundur lojtarët që të kujtoheshin për detyrat që ishin dhënë. Kjo ishte shumë pozitive sepse trajneri, stafi dhe Stoli u bën njësh me ekipin që luante brenda në fushë. Kjo i dha forcë morale dhe psikologjike lojtarëve tanë që të vepronin me qetësi, të ishin të qetë dhe të bënin atë që dinin të bënin më mirë. Ku duhet të riparohemi? Unë mendoj që një gjë do ta kërkojë niveli, sepse çdo kalim i një pengese vjen me një pengesë tjetër edhe më të vështirë, pra me ato ndeshjet që mund të vinë më mbrapa. Unë mendoj që vetmja gjë që mund të korrigjohet në këto momente është që të forcohet më tepër ajo lufta 1-për-1, duelet dhe fitimi i topit në duele. E dyta, loja në pressing në gjysmëfushën tonë. Ekipi duhet ta pasqyrojë dhe ta përmirësojë akoma më tepër lojën në gjysmëfushën tonë, jo thjesht në kthimin dhe zënjen e hapësirave, por gjithmonë duke pasur përballë kundërshtar për të mos lejuar marrjen e topit lirshëm nga ata dhe organizimin e lojës. Dhe ajo që ka më shumë rëndësi sipas mendimit tim është që kërkon edhe një përgatitje fizike speciale që disa lojtarë duhet ta përmirësojnë akoma më tepër. Lojtarët e ndeshjes.
Ekipi ka ato përgjegjësi vetëm pozitive, gjithë ekipi me gjithë stolin, por të bësh dallime në këtë ndeshje ku duhej patjetër fitoria është shumë e vështirë. Por unë do të them këtë, një nga pikat më të forta ishte portieri Strakosha, i cili nuk binte shumë në sy, por vendosja në port, orientimi që i bënte ekipit të mbrojtjes, ndërhyrjet në ato topa që erdhën në pozicione të ndryshme, i bëri me shumë besim dhe profesionalizëm. Ndikimi psikologjik që ka portieri në lojën e një ekipi shpeshherë në vlerësohet, por portieri është faktori psikologjik më i mirë për ekipin. Kur ke një portier të mirë në port, nuk kthehesh me shpinë, por ecën vetëm përpara për të marrë pozicionin në fushë, duke ditur se porta është e sigurt. Pra roli i portierit merr një vlerë të jashtëzakonshme në këto takime dhe këtë e bëri në shumicë Strakosha. Duke e parë në 10 minutat e para të Tiranës dhe në ato të Serbisë, unë mendoj që ndeshja atje ishte më e vështirë në çdo pikpamje, si për ekipin ashtu dhe për publikun dhe për të dyja skuadrat në fushë, por ndeshja më e mirë u bë në Leskovec, them unë. Pse e them këtë? Sepse ekipi përballoi me sukses ato 15 minutat e para ku serbët luajtën vërtet mirë, krijuan 2-3 raste që nuk u konkretizuan, por dalja nga ajo situatë dhe marrja e kontrollit të lojës, rritja e nivelit të lojës vazhdimisht bëri që ekipi ynë të tregonte ndryshim të madh nga ai në Tiranë. Nga forca dhe përballja, ndeshja ishte më e vështirë në Tiranë, por nga pikpamja e organizimit dhe përgatitjes së lëvizjeve që tregonte ekipi në fushë në Serbi, ajo ishte më e mirë. Serbët jo vetëm që ishin të çorientuar dhe nuk dinin si të vepronin, por ishte edhe një ekip që nuk po jepte më shpresë për të vazhduar lojën. Unë them që atmosfera në dhomat e zhveshjes ka qenë ndryshe për ekipin tonë që hyri në pjesën e dytë me një avantazh në sekondat e fundit dhe krejt ndryshe për ekipin serb. Me siguri në dhomat e zhveshjes së Serbisë ka pasur shumë debate. Mosmarrëveshje të cilat u pasqyruan dhe gjatë pjesës së dytë, ky është mendimi im. Botërori. Unë mendoj se janë ndeshje shumë të vështira, shumë të vështira. Asnjë lloj parashikimi nuk mund të bëhet dhe asnjë mendim i prerë nuk mund të jepet kur ende nuk e njohim kundërshtarin, por rritja, shkalla vështirësisë do të jetë shumë e madhe se sa me Serbinë dhe me ekipet e tjera që kemi përballur deri tani. Pra, do ta shohim.